Mbrëmjen e së martës, një 63 vjeçar mbeti i vdekur nga të shtënat me armë zjarri në një lokal në kryeqytet. Sipas policisë, 2 persona të armatosur dhe të maskuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të 2 viktimave, njëri prej të cilëve u ka mbijetuar plagëve. Në këtë lokal në lagjen 4 Lullat në Prishtinë, 2 persona të maskuar hynë dhe gjuajtën me armë zjarri, me qras një person mbeti i vdekur dhe një tjetër i plagosur. E në prokurori nuk dhanë detaje për motivet e sulmit dhe as për të dyshuarit që ndodhen në Arrati. Me shumë informacione tani për tani nuk mund të ofrojmë, sepse mund të dëmtohet integriteti i hetimeve të rastit në fjalë. Të dyja viktimat e sulmit janë dërguar në QKUK mbrëmjen e së martës. Ora 22:35 minuta ka ardhi pari i plagosur, që praktikisht ka qenë ty se pasqania e jetës. Zbora anonimitina për një gjysore dhe të ndruaj jetë. Nuk ka qenë anonimimi në temis kësë. Diku pas 15 minuta ka ardhë plagosni tjetër, që është me 3 plagë, por është në gjendje stabile. Edhe të mërkurën në QKUK është trajtuar personi që u ka mbjetuar plagëve. Drejtori i repartit të ortopedisë, Xhavid Gashi, tha se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjendja stabile është për momentin, ka lëndime në ekstremitet, planifikohet operim në të ardhmen në Komën e Majt. Kjo është vrasja e 4 që ka ndodhur brenda 3 ditësh në Kosovë. Njosi i sigurisë Arbenda Shefci thot se numri i armëve ilegale që qytetarët i kanë në posedim përbën një nga faktorët që kanë rritur shkallën e kriminalitetit. Duke ditë se në Republikën e Kosovës armë ilegale ke 300.000 armë ilegale në duar qytetarëve të Republikës Kosovës, që nuk duhet ishte kështu, sepse ti ke institucionet konsoliduara, ke policit konsoliduara dhe të gjitha tjerët. Andaj shtrohet pyetja, çka i nevojitet arma ilegale qytetarit të Republikës Kosovës duke pas policinë e Kosovës. E kryeministri Albin Kurti kërkoi që autoritetet të jenë më aktive dhe që vrasësit të marrin dënimin meritor. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Sipas raporteve të policisë, gjatë vitit 2024 në Kosovë u raportuan 17 vrasje.